thot Tiranë më 2/4 1990, pra është një relacion me numër 2811. Lënda për një akt diversionist ndaj monumentit të Stalinit. Sekretari të parë të Komitetit Qendror të PPSH-s, Shokut Ramiz Alia, Tiranë, në orën 20:03 të datës 30, se nuk duket, të datës 28/3/1990, ndaj monumentit të Stalinit, që ndodhet në qendër të qytetit të Tiranës, nga elemente armiq të pa identifikuar, u realizua akti diversionist të përdorimit të lëndëve eksplozive. Le që këto lëndë ishin vendosur mbi sipërfaqen e bazamentit të monumentit, nuk pati dëmtime. S'pati dëmtime. Në vend të thoni nuk pati të vdekur, ose nuk u vra njeri, nuk pati dëmtime. Ku e kishin jetë në njeriu të... Duke e patur parasysh se ky akt armiqësor shkryer kur në shëtitore dëshmorët e kombit kishte dendësi të madhe të popullatës në lëvizje, si dhe zhurmën e madhe të shpërthimit të eksplozivit, elementi armik ka synuar që të jap këtij akti publicitet dhe jehon brenda një kohe më të shkurtër, si dhe të inkurajojë elementet e tjera armiq për vënie të tilla të. Bukur. Ajo që është. Kisha dhe unë atë.